Egli Tako ndodhet në Prishtinë. Pas publikimit të pamjeve që bëri Egli ku tha se ndodhet në Prishtinë, menjëherë filluan spekulimet se ajo ka ardhur që të takoj familjen e Gjestit apo ka ardhur ta takoj Gjestin e shumë thashëtheme të tjera. Por si duket këngëtarja dhe aktoria ka dalë në Prishtinë për punët e saj, e sigurisht ndoshta dhe për të takuar të dashurin e saj Gjestin dhe familjen e tij. Se janë në një lidhje akoma Gjesti dhe Egli, kjo nuk ka fare dyshim. Por që po arrin të mbajnë lidhjen e tyre larg syrit të publikut dhe larg syrit të kamerës, kjo gjë po e bën publikun akoma më kurreshtar për ta. Gjesti dhe Egli janë dyshja që u lidhen në Big Brother VIP Albania 4 dhe shkuan në finale, por shumë nga thashëthemgjinjt thonin se ata nuk kanë me qenë bashkë pasi të dalin nga Big Brother VIP Albania. E si duket çifti akoma janë bashkë dhe të dashuruar. Madje në një pamje shihen se janë edhe në të njëjtin vend duke ndënjur Gjesti dhe Egli, ku kjo e fundit shihet në reflektimin e dritarës.